të janë pyetje që të vënë në vështirësi, po të japin mundësinë për të folur, domethënë edhe realitete që janë momentalisht janë të dukshme. Vëre që ka regjizor të janë subjektive gjithmonë. Unë mendimin tuaj doja. Ka regjizor që teatrin e fjalës e kanë në qendër të vëmendjes. Dhe do vlerësoja në këtë rast për mua, si Belko Mbaro, si Ervin Çuli, si Altin Basha, din punoj me fjalën, din punoj me aktorin. Dhe unë këta i vlerësoj, dhe shfaqjet e tyre nuk shikoj me një kënaqësi shumë të madhe. Plus pastaj kanë edhe një avantazh tjetër, duke qenë koha e lirë e tyre, duke periudha që ka ardhur tash, nuk është si para viteve me 10, duke parë shumë shfaqje jashtë, duke ndjerë atmosferën e përgjithshme të teatrit bashkohor, kanë edhe element, domethënë bashkohor brenda regjizurën e tyre. Po kjo që më pëlqen tek ata është që ata fjalën nuk e neglizhojnë. Dhe fjala është, siç thash, tingulli është tek muzikantët, fjala është tek aktorit. Dhe ata nuk e neglizhojnë. Neglizhimi i fjalës do të thotë që të ndërpresësh komunikimin midis skenës edhe spektatorit dhe nuk ka vlerë. Po shikoj dhe shfaqje pasaj ekzibicioniste që ekzibicionojnë regjia, ekzibicionojnë aktorët, ka regjizor të rinj, do thosh, që mua më japi një shije shumë të keqe kur e shikoj teatrin, pavarësisht se salla mund të shkule si qeshuri ose të bërë trokasi, s'ka të bëj fare kjo. Por që shikoj plagjatura, shikoj një mungesë pune në logjikën e personazhit e aktorët, përjetimin e tyre janë të sipërfaqshëm. Më tepër thonë, shikoni kush jam unë, sa mirë luaj unë, sa aktor i mirë, ose sa aktor i mirë jam unë, me lëvizje të palogjikshme dhe plastike, jashtë logjikës në skenë për mua, nuk ka vlerë absolutisht asnjë. Profesor, me qëse jemi tek